Flitet që edhe në Shqipëri ka kështu si klubi ose ishulli i Epsteinit, që bëhen edhe këtu me politikan, qoftë edhe biznesmen është mëdhenj. Tani këto kanë disa vende, po një që ma ka tërheqë syrin, që e kemi pa gjithë domethënë kur e bëjmë atë rrugën Tiranë-Durrës, që është një vilë e madhe ajo që ka këto me armatura që janë kështu me statuja me buste. Kjo aty që është në Rinës, si vjen një kodre aty. Po aty, që ka atë statuë lartë të madhe. Ato statuet, ato gjona ato që e bëri një prezantim dhe Fevziu në një moment që u fut aty dhe bëri ca filmime, kështu po tregonte aty, ai po tregonte gjëra tjetër për tjetër. Kupton? Po se ç'a bëhesh aty realisht ç'a mblidheshin atje her pas here. Pse mblidhen aty brenda kjo? Po ato kanë qendrat e tyre kudo. Po ushtarët veshët romake, të perandorëve të Romës dikur. Kështu në ato kohë, domethënë, kështu merreshin, bëshin edhe në kohën e perandorëve të Romës. Me perversitete, me kështu gjëra merreshin, me Kaligulat e këto që ishin ato që ishin smur psikik dhe ata. Edhe bëshin kështu gjërash me pedofilizma dhe me sakrifica njerëzish kështu me radhë. Ajo komplet mbas tjetër ndërmend të skemën kur e shikoj, domethënë gjithë ajo si është ndërtuar, veshja nga jashtë, ato statujat.